Po ti ku ty është, e jote është e ime? Jo, mëse dhe jote, ajo kështu. Po ti ku mendimi, pastaj harohet. I Jo, vjet ka vetëm ti. mua s'mi ka mendimi, Po më theti që mos ndërhyj, unë deri ditën e fundit që do unë s'të ndërhyj. po na thash dhe ti e bëre. Manda. Unë thash herën e parë, ja ta thash. Ja ta them. Po sikur ndërhysh ti kjo. Po një sekond. Po sikur ndërhysh ti kjo. Ore, është e natyrshme të ndërhysh te mendimi që ti po thua, dhe është tjetër gjë të bësh skena. Bravo. Kjo është ofenduese ose sinese, unë nuk jam, ç'a jam unë? Drejt për drejt ty. Deri tani unë s'kam cënu. Jo, më ke cënu me spont, jo drejt se lini, unë se kam pas qëllim me ashtu. Një minutë. Ti e ke marrë shtëra 3 që po më thu gjona, unë ta jam dakord. Unë të herën e parë kërkova falje, thash okay, pas kam ofenduar me këtë fjalë, ta kërkova falje. Se më thënë isha kish kuptuar. Po kur ti vazhdon dhe e bën, bezdisja nuk është se ti je i bezdishëm. Ti në moment që unë flas, po s'kam problem se më thuj i bezdishëm, nëse ti mendon se më bezdishëm thuje, por do të replikoj dhe s'do të njihesh mirë. Këtë po them. Sepse numër replikën time se ke provu ti asnjë. Normalisht ka me repliku, kush për të repliku. Thjesht në momentin që ti mua më ke ndërhyrë, nuk s'kam gjë me ty, ti po më del lidhje shtek pa arsye, ose s'kam gjë me ty. Ato unë mendoj që në momentin që ti mua më ke ndërhyrë, s'më janë dukur momente të drejta. Shumë në rregull. Dhe kjo ka qenë si shkak pasojë